Hello, si ja kaloni? Kjo është unboxing I fundit për sonte. Me pat nga kutit që kam qenë tek Beauty Fair Albania 2026 dhe kam vizituar stendën e Fatmës, Fatma Rela, dhe kam marrë disa produkte që doja t'i provoja dhe disa të tjera që më mungonin, se këtë për shumë më ka marrë mami pa e përdorur fare. Dhe doni të dini çfarë produkti më mori? Këtë ma ka sjell Fatma kur u promovuan 2 maskat me kafe dhe me matcha, dhe mami direkt tek me matcha dua unë. Unë kam një të keq që nuk I them dot jo mami, që kështu këtë mezi po pres ta provoj. Ajo me kafe do ta kem diku deri këtu, duke qenë se unë e përdor 2 herë në javë. Por flokët e mia janë të shkurtra. Kalojmë te produktet e tjera. Produktet e tjera ndodhen te kjo kutia tjetër, unë e kam hapur sigurisht sepse kjo vinte disi kështu. Si paketim, por unë në hapa se isha të për kurioz. Dhe kam marrë 2 produkte të cilat nuk I kam testuar. As maskën me matcha nuk e kam testuar, por anyway. Produkti I parë ishte kjo shampo me strawberry yogurt, të cilin e kam parë fushatën, më ka pëlqyer shumë. Më ka thënë Fatma që ka qenë sold out dhe bestseller, por ja që më rastisi ta marr dhe ta tentoj dhe ta provoj. Produkti tjetër pastaj ishte The Beer Protein Hair and Body Mist. Parfumi, kishte 2 parfume, kjo ishte me myshk, tjetra ishte me vanilje, unë zgjodha këtë me myshk. Dhe çfarë fantastike. I gjeni në 150 ml. Çfarë tjetër të them? Fatma faleminderit. Dhe më dhe disa produkte të reja për të testuar. Ne do shihemi te videot e radhës.